Operatorët e impianteve të depozitimit të energjisë duhet të regjistrohen pranë entit rregullator të energjisë për të ushtruar veprimtarinë e tyre. Ky dikaster bën me dije se detyrimi lind nga ligji i ri për sektorin e energjisë elektrike, sipas të cilit subjektet që kanë impiante në zhvillim ose në operim dhe nuk disponojnë licencë të veçantë për operimin e impiantit të depozitimit të energjisë, duhet të nënshtrohen procedurave të licencimit. Dorëzimi i dokumentacionit bëhet fizikisht ose online, teksa pas marrjes së njoftimit, enti mund të kërkojë informacion ose dokumentacion shtesë në funksion të regjistrimit dhe administrimit të regjistrit të impianteve të depozitimit të energjisë. Ligji i ri për sektorin e energjisë elektrike parashikoi zgjerimin e aktiviteteve që lidhen me licencimin dhe mbikëqyrjen nga enti rregullatori i energjisë. Sipas tij, në listën e veprimtarive që kërkojnë licencë, shtohet pikërisht dhe operimi i hapësirave depozituese të energjisë elektrike. Sipas relacionit shoqërues në kohën e miratimit të ligjit, ndryshimet reflektojnë zgjerimin e funksioneve të tregut të energjisë dhe synojnë krijimin e një kuadri më fleksibël për aktivitetet e reja, duke garantuar njëkohësisht mbikëqyrje dhe rregullim nga ana e erës. Depozitimi i energjisë konsiderohet si thelbësor për një sistem energjetik modern, të qëndrueshëm dhe efikas. Kjo për disa arsye, duke nisur nga balancimi i prodhimit dhe konsumit deri te ulja e kostove.